Ura Rëgovës, tregu i Rëgovës, nga pritet më shumë të ditë, vjetë e bardha e kënë bo. Hyrja për fshatin Drenovës të Ravecit, nga pjesa e Ravecit, fshat ku për herë të parë ka dalë publikisht Ushtria Shënjimtare e Kosovës për zonën operative të Pashtrikut, duke u radhit si shtabi tret nivel të Kosovës pas atij në Drenicë edhe në Dugaqin 24 mars 98. Në Ravec është fill me 26 prill 98. Nga këtu ka fillu lufta komunë të Ravecit me ballafaqimin grushet vogël aty te Proi keq, pastaj janë dalë publikisht. Ndërsa luftimet e para janë zhvillu me 12 maj 98-ës, ka ra dëshmori i parë i kësaj ane Milaim Krasniqi, mërgjimtar i ardhur nga Austria, dhëndër i Krushës, i cili ka lënë 2 fëmijë. Edhe i ka me shëndet, e kam dëshirë mi ataku. Me Adrenosi. Sot është 18 prilli, 26 vite më parë, një nga pikët strategjike që ka pasur QK-ja Zatriqin, nga nëra dëshmorës Safet Latifi dhe Visar Hoti. Visari ka qenë studenti fakultetit ekonomik, dhe ka vetë poezinë e famshme që e ka shkru vetë. Nëse vdes, mos me qani se është si burrat. Dy vëllezërve dëshmor dhe drushën Fejim Gashit.